Me ty e kam prap Lenin. Sigurisht që asnjëri për atyre fëmijëve nuk e njeh Leninin. Jo vetëm asnjëri për atyre as Lenin as Marksin, kush e njeh, kush ka arrit ta lexojë, ikën direkt në drejtim të kundërt. Përfshi dhe gjyshin ta dhe çdo fshatar tjetër që në 44-ën, 45-ën u bën leninista, marksista dhe stalinista, nuk dini të lexonin, nuk mund ta njihnin Leninin. A që vërtet është kjo sa që kur vdi Stalini, jo të gjyshe e qante se mendonte se kishte shokun e burrit. Jo për ideolog, ç'na mërzite o Stalino shoku i burrit tim, dakor? Sigurisht që gjithmonë keni shfrytzuar, ka 80 vjet që shfrytëzoni njerëz që nuk e kanë idenë kush është Marksi dhe Lenini dhe i çoni aty ku doni ju. Mbaj mend vetëm një gjë nga kjo punë. Lëre hesabin e Erion Veliet, dhe cili do të jetë që ju çon Keselia Partisë Demokratike, nuk e paguani dot atë faturë. As ti, as ai që ju çon atje. Lëre ta paguajnë ca të tjerë. Për sa i përket këtij tjetrit, që e paska pas intimidu gjyshin Sali Berisha, që s'është monsall sot. Gjyshin e secilit prej tyre, baballarët, xhaxhallarët, burrat e tezeve, të hallave, i kanë intimidu dhe i kanë lënë pa gjumë 46 vjet krime kundër këtij populli. Ditën që ky popull që i lirë sigurisht që ngelët pa gjumë, ky që intimidimi që patët. Dhe 35 vjetorin, po na e shisti për revansh të kujt, që e çut këtë popull në tollon, në uri, 3 burra i palpuc, turba keni apo s'keni mor. Dhe në fund fare, na dilni pro-kapitalista, dakor, dhe këtë tangon që përboni me njëri tjetrin, për Flamengo e për Pelikan Kaçurel, ndërkohë që në shesh, rolin udhëheqës e kanë pikërisht LGBTQ-ja. Ditën që janë caktu fondet që fëmijëve tanë t'ju ndrojnë seksin, t'ju ndrojnë gjinin. A keni turp më të turpnoheni apo jo? Përfshit aty.